ajo është një organizatore e eventesh, një make-up artiste, fusha ku e vepron është estetika dhe arti. Emri i saj është sinonim për punë, profesionalizëm, guxim dhe sukseset të njëpasnjëshme. Pa unë bë shumë kohë dhe pa marrë shumë nga momenti në për të cilin kalojmë, unë kam kënaqësi dhe nderin që ta kem sot në podcastin e ditës së sotme Mia Morinën, dhe me të cilën bashkë do flasim për sipërmarrësinë tek të rinjt në qytetin e Gostivarit, Tetovës dhe rrethinës në përgjithësi. Mirë se erdhe Rina dhe mirë se takohemi në podcastin e ditës së sotme. Faleminderit shumë për prezantimin e bukur. Mia shkurt, do të thonë, kisha dashur diçka të na tregoni për vetveten tuaj, për punën apo fushat në të cilat ju aktualisht veproni. Unë për vete, klishe kjo se përmendi shumë shpesh, po për mua gjitha janë art. Gjitha që po i bëj tani, kam fatin t'i quaj hobi, sepse për mua janë art dhe kënaqësi. Ne kemi veç më 11 vite një shtëpi eventesh, nuk do e theksoja si vetëm dasmash, ku realizojmë dekorime, organizojmë edhe evente formale, jo formale, kemi pjesën e estetikës, ku kemi grim, ondulim, thojnë, estetik, gjithçka që ka të bëjmë estetikën, dhe tani së fundmi ka një vit që kemi hapur një atelier fustanash. Okej. Gjithçka në një vend. Në një vend, po. Fiks do thonë si që është emri juaj, do thonë Mia Morina, do thonë emri juaj sa herë që përmendet në qytetin tonë, mendoj se edhe pse e re, është dikush i cili ka shumë guxim dhe i cili flet për sukseset të njëpasnjëshme. Mia, si lindi ideja e biznesit tuaj? Ishte e studiuat ju tregun, marketingun, apo ishte për shembull arti, estetika, janë pasioni juaj? Mendoj që kjo e dyta është ajo që më flen në zemër më shumë dhe ka qenë ylli që ka ndriçu para dhe unë e kam ndjek. Mirë po, normalisht, kur e mendoj tash, me këto mend në kokë dhe me këtë përvojë, me këtë background, kur e mendoj ndoshta dhe s'kam pas shumë njohuri sa i përket hulumtimit të tregut. Por mendoj që si përmarrësit e kanë një farë intuite që thjesht e din. Po pastaj dhe gjithë bota kthehet kundër, nëse ti e ndjen që duhet ta bësh, duhet ta bësh. Dhe mendoja që ishte momenti i dur, sepse faktikisht edhe me hulumtu tregun e pam që mungonte diçka e tillë. Nuk kishte diçka të tillë që ofron gjithçka në një vend dhe mendoj që qëllimi kryesor gjithmonë ka qenë dhe do të jetë kursimi i kohës. Domethënë mos shëtitet klienti në disa vende, t'i gjej gjitha shërbimet, po, në një vend. Kështu që ishte edhe mungesë në treg, mund të them, sidomos para 11 vitesh, tani kemi konkurrencë plot, ka edhe diçka që është trendi, është super, po atëherë ka qenë edhe nevojë, po ka qenë edhe diçka që më ka flet në zemër. E kam parë në për vende tjera, në Tiranë, Prishtinë, po thoya pse s'ka te ne, hajde ta provojmë. Normalisht verzion më të vogël se ato që kemi pa për shembull në Tiranë, po e inspiruar po. Gjithmonë kur flasim për biznese të reja, flasim edhe për mbështetje. Mia, kur ka qenë ai piku, ai momenti kur keni thënë, ok, kjo ideja ime duhet vendohet në praktik. Si kanë qenë për shembull reagimet e njerëzve duke filluar nga njerëzit e afër, rrethi dhe kështu me radhë. Më kthen shumë kohë. Po, do thonë është ai momenti, gjithmonë është një moment, do thonë ku ne mendojmë se, ok, tash është koha ime, do thotë duhet veproj. Thjesht kur e kam menduar këtë ide, e kam ditë prej atij momenti që do e bëj, por si nuk e di. Është ai muhabeti pak fjala popullore që thonë nëse e ke jetën e mirë, vet pastaj mundësitë të hapen. Dhe vërtet ashtu janë hap, kam pas fatin të njëjtin moment kur e kam menduar idenë, është hap edhe konkursi për të aplikuar për bizneset të vogla dhe të mesme. Dhe shteti ndihmonte aso kohë, jepte ca kredi me 0% apo me 1% të kthyeshme. Dhe mendoj që këto mundësi shpesh i flasun, sepse janë shumë të mira për çdo njeri që dëshiron të hapë biznes, për çdo të rinj, asgjë s'është e pamundur, nuk duhet pritni prej askujt ndihmë, kur ka edhe organizata jo qeveritare, ka edhe ndihmë edhe prej shtetit, edhe sidomos për sipërmarrëse gra, ku ofron mundësi për të ndihmuar për të hapë diçka. Kështu që më qëllun të dy edhe ideja edhe mundësia në të njëjtën moment dhe ndodhi. Po, si ishin reagimet, shiko, para se ta hapim të... Kjo pjesë është edhe më interesante, pjesë e reagimit. Para se ta fillojmë këtë podcast, edhe e folëm që
mendoj që fillimisht do t'jesh pak budalla në aspekt pozitiv, po pastaj vjen guximi me të. Po ndoshta në atë moshë nuk kam qenë shumë e vetëdijshme për rreziqen. Në fillim nuk jeni të vetëdijshëm për rrezikun, për humbjen. Gjithçka mendoni që është fush me lule, gjithçka bukur, është gjithë adrenalin, vullnet, edhe gjithçka duket bukur. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, se nëse mendoni gjithmonë verzionin negativ, ndoshta mund përfundoni edhe negativisht. Duhet të keni gjithmonë një qëndrim pozitiv para se të merrni çfarë do lloj vendimi, po sidomos në biznes. Nëse pak keni dyshime, mos e filloni. E tani, ne jemi familje shqiptare që gjithmonë kemi prind pak protektive dhe gjithmonë kanë qenë edhe për krahas, po edhe kujdes se mos ndoshta kjo ide ne nuk ka qenë diçka e njohur për vendin ton, ndoshta nuk do dhezi, po tani pas një kohë prindërit të mi ka thënë ke bë mirë si s'na ke ndigju. Që ndonjëherë duhet me ndigju pak edhe intuitën tuaj, zërin tuaj të mbrenqën, po në përgjithësi kur është hap, duhet cekur patjetër që kam pas përkrajet pafundme, edhe prej shoqërisë, edhe prej familjes, edhe prej TV Globit që kanë qenë për herë të parë në ditën e hapjes, edhe jam habit kur kam kërku ndihmë, po ta themi, për promovim të biznesit, sepse nuk ishim shumë aktiv atër TikTok, Instagram para 11 vitesh, domethënë kam gjetë përkrahje dhe është shumë e vërtetë që në kësi raste, në vështirësi dhe në raste të bukura, ishe njerëzit miq të tu të vërtetë. Vërtet, po. Okej, mirë, ju flisni edhe për pengesa, flisni për sfida, flisni edhe për suksese dhe për mbështetje. Çfarë ju motivon sot e këtë ditë dhe thonë tini aktive në treg, në biznes, në art, edhe në të gjitha fushat ku ju veproni? Nuk është e thjeshtë, në një treg ku ka tani shumë konkurrencë, është shumë e rëndësishme të jetë konkurrencë lojale mbi gjitha dhe ne të mbajmë një konkurrencë lojale. Motivim prap do të them se është e përsërit me kjo si fjali, po janë vetë klientët. Momenti që ti e ke bë komplet diçka, punën bukur, e ke bë dekorin bukur, e ke grimu klientën bukur. Dhe momenti kur klienti reagon pozitivisht dhe sheh buzëqeshjen në fytyrën e tyre dhe thonë faleminderit dhe të bekojnë, është diçka që nuk ka çmim. Edhe tamam në atë moment e harron gjithë lodhjen. Dhe në ato momente ndonjëherë kur mendon se ndoshta s'ja vlen më, e kupton që edhe ja vlen, se ke qenë pjesë e një momenti të lumtur dhe të bukur të dikujt që në një moment të caktuar të jetës. Kush janë disa nga mësimet apo nga përvojat që ju si përmarrëse e re, do thaj keni nxjerr? A ka dëni mësim për shembull nga gjithë këto sfida? Çelësi i suksesit është durimi. Çelësi i suksesit është durimi. Absolutisht është durimi. Kam qenë e durueshme, po nuk e kam menduar se jam edhe kaq. Edhe çelësi i suksesit tjetër si këshill do jepja çazhim mos e merrni personale. Domethënë në atë aspektin ndonjë koment negativ, ndonjë kritik, gjithçka duhet me marr pak më me ftohtësi. Ose për shembull ndonjë përvojë negative për shembull, diçka që e keni kaluar. Normalisht, nëse them që s'ka pas. Ka, edhe ato janë sfidat, aty e teston edhe veten. Edhe kam përshtypjen që nëse jemi të mirë në atë që bëjmë, kemi pas kritik shumë të mirë. Kemi pas vetë klienti të mëson se si ta bësh punën, atë aspektin që nëse si pëlqen diçka, e mat pulsin, e sheh çfarë kërkohet, domethënë nuk ka se si të mësohet më mirë përveç se nëpërmjet klientit. Kështu që nuk duhet ta merrni negativisht sepse nëpërmjet rezultatit ti vetëm përmirësohesh edhe sheh ku ke gabu dhe nuk e përsërit. E bukur kjo. Më së miri mund të mësohet përmes klientit. Ta bizneset e reja mendoj se kanë plane afat shkurtë, afat mesme dhe afat gjata. Për shembull, ku e shihni ju veten në plan afat shkurtë ose edhe afat gjatë? Me rëndësi është të mendosh larg, po shumë më me rëndësi është të mendosh afër. Do të mendosh për nesër, maksimum për 3 ditët e ardhshme. Momenti që ke mendu për 3 muajt e ardhshme ke dështu, sepse janë faktor shumë të gjerë që ndikojnë. Suksesi qëndron tek planifikimi i shkurtë. Qëllimet mund të jenë tek planifikimi i gjatë, mirë po planifikimi mund bëhet vetëm në afat të shkurtë, për të qenë probabilitet më i saktë, më i sigurt.
Kështu që plani im afat shkurt është që nesër ta kaloj ditën me sukses me klientët. Kjo është check. Njerë këtë ta kalojm, javën, pastaj muajin, pastaj sezonën e verës. Dhe këto janë plane afat shkurtat. Edhe qëllimi jon gjithmonë është dalim faqe bardhë. Kjo është plan që gjithmonë qëndron i njëjtë, qoftë nëse kemi për shkurt apo për më gjatë. Ndërsa plani më afat gjatë është që qëllimi im pas kaq vitesh punë është të punojmë tani jo work smart not hard, të punojmë tani pak mençur dhe jo vetëm fizikisht. Dhe ka diçka që nuk ka çmim, është koha dhe hajde të bëjmë një biznes i cili është i suksesshëm dhe është i barabartë me kohë. Kohë të lirë dhe kohë jo vetëm duke punu. Mendoj që kjo është qëllimi im afatgjatë dhe duke e lidhur me këtë temë, po hapim një biznes të ri në të ardhmen, brenda disa muajsh do të jetë aktiv dhe ky biznes jo vetëm që është një biznes i cili do të jetë ngarkesë, po kam përshtypjen që më në fund do më sjell pak edhe kohë të lirë për vetë. Kjo e fundit ishte edhe motivuese, si thua fiks do të thënë për moshat e reja, për gjithë ato, mendoj edhe si mesazh për gjithë ato që ngurojnë, të gjithë ato që kanë do të thënë dilema në kokë se a t'ja filloj a mos t'ja filloj, do të thënë ide së nuk duhet t'i mendojnë shumë. Besoni ja vlen me provu. Ja vlen me provu. A ka pas do thonë kaq sa keni arritur deri më sot, do thonë e keni u kanë mbështet mentor, janë individ, organizata, apo mendoni se ju keni qenë kështu si qeni sot dhe i keni arritur sukseset e juja fal shkatësive dhe aftësive t'juja? Tani nuk du të tingëlloj patetike as e trisht, po thjesht tek unë ka qëllu që është dash vetë, edhe puna është kriju, se që është dash vetë me kriju dhe me ba. Investitori jo, familjet pasur, background pasur jo, thjesht me atë kredit që të them të drejtën, kur nuk i komendu edhe shumë largë se si doja bëjmë, por që thash unë duhet mos me mendu shumë gjatë ndoshta ndonjëherë, me i besu intuitës tuaj, normalisht të sillni diçka shumë është me rëndësi, të sillet në treg diçka që mungon apo diçka që zgjedh një problem të dikujt. Nëse ideja juaj nuk po zgjedh një problem, një hall të dikujt, domethënë nuk shansat janë më pak për të funksionuar. Kjo është. Tani për krahje është shumë e rëndësishme edhe financiare, po është shumë edhe më e rëndësishme për krahe morale. Të them që i kombo ketë vetë është mëkat se pa njëri tjetrin nuk do kishim bë, pa njerëzit që janë gjenë pranë nesh, pa punëtorët e mi që i du sabota dhe janë gjevahir se është shumë e vështirë t'i gjesh, edhe normalisht për mu institucioni më i madh që më ka përkar është familja. Familja. Shohim çdo ditë në media, për shembull, promovohen startupe të reja, promovohen biznese të reja nga tri, po edhe shumë prej tyre do thonë ngelin vetëm në biznes plane, do thonë në letër apo biznes ide në letër. Cilat do ishte këshilla juaj konkrete për gjithë ato tri dhe treja të cilat nuk u mungon guximi ose u mungon ajo vetbesimi për ta hapur një biznes të ri, për ta filluar një startup të ri, do ta për të nis diçka, të punoj diçka për vetveten e vet. Shikoni, nuk është gjithmonë e lehtë, edhe e kuptoj me ato dyshimet, por që gjithmonë mendoni versionin pozitiv. Tani unë habitem se sa mundësi ka tani, se nuk ka pas më herët, edhe ne u dasht me i gërmu dikundi mundësit ku kanë qenë, po flasim me pas 100 vjetë, po beson për një dekadë, më duket sikur ka ndryshuar shumë gjëra. Tani me mundësit e rrjeteve online, me marketing, gjithçka është e mundur, edhe gjithçka është e realizueshme, nëse si thash, i zgjidhni një problem dikujt dhe e promovoni bukur. Marketingu është gjithçka, absolutisht gjithçka. Dhe mendoj që duhet këshilloni me njerëz që janë të suksesshëm, shoqërohuni me njerëz të suksesshëm, rrini me njerëz të suksesshëm dhe do mësoni për tyre gjëra që edhe shumë të thjeshta të përditshme
të rutinës që mund të t'ju ndikojnë shumë, Dhe do ndryshojnë jetën, apo? këshilloni me dikën që më i ka kalu këto periudha të jetës, dhe ato njerëz që kanë disa vite më në biznes, momentin që do ja tregoni ju idenë e biznesit, minje do e ndjenë sa do funksionoj apo jo, shkaku i përvojës dhe backgroundit që kanë. Unë ende sot e këtë ditë mundohem të rrethohem me njerëz që kanë kalu shumë sfida, që të mësoj prej sfidave të tyre, nesër nëse e përjetoj dhe unë. Kështu që konsultoni edhe me angel investitora, që investitor mbrojtës, që mund t'ju ndihmojnë edhe për të investu, edhe për t'ua udhëheq gjithë punët juridike dhe gjitha teknike të biznesit. Thjesht ju të jeni ideator dhe ato marrin një përqindje si angel investitor. Kjo është një ide shumë e mirë, shumë pak veta e din, po ekzistojnë të tillë kudo, ka edhe në Maqedoni. Si do kishit dashur për shembull që t'ju kujtojnë juve njerëzit edhe biznesin tuaj, veprimtarinë tuaj, do të komuniteti i gjerë ku ju veproni? Kur je sipërmarrës, në fund qëllimi i gjithë çkaje që bëjmë ne është të mbahemi mend për mirë. Është të lejmë gjurmë edhe të mbahemi mend për mirë. Dhe të mbahemi mend për gjërat bukura, për faktin që ne ja kemi sa do pak ja kemi zbukuru ditën dikujt dhe ja lehtësu ditën dikujt. Kjo për mua mjafton. Këtu edhe do ta përmbyllim dha podcastin e ditës së sotme. Unë ju falenderoj shumë për këshillat e juaja. Ishte kënaqësi t'ju kem misafir dhe ju uroj shumë suksese, do të thonë, në të gjitha sferat ku ju veproni. Faleminderit shumë. Unë ju uroj suksese edhe juve me podcastin, edhe gjithë atyre sipërmarrësve të rinj që dëshirojmë me fillu apo sapo kanë filluar ndonjë biznes, suksese dhe mos u dorëzoni. Ka edhe ngritje dhe ulje, ama e gjeni një mes, do ja dilni.